Konsultimi kombëtar mbi urrëfyesin për validimin e të nxënit jo formal dhe informal u zhvillua me pjesëmarrjen e institucioneve shtetërore, organizatave ndërkombëtare dhe sektori privat. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Olta Manjani theksoi se ky urrëfyes është një hap i rëndësishëm drejt njohjes së aftësive të fituara jashtë arsimit formal. Një politikë e re në arsimit dhe formimit profesional, e cila bën bashkë të gjitha aktorët kryesorë, duke filluar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, ofruesit e arsimit dhe formimit profesional, përfaqësues të sektorit privat dhe partnerëve social. Kjo është një politikë e re e të nxënit gjatë gjithë jetës, e cila ka si synim të njohë dhe të certifikojë kompetencat profesionale të nxënësve të rritur dhe të forcës së punës në Shqipëri. Ajo nënvizoi angazhimin e Shqipërisë për të promovuar të nxënit gjatë gjithë jetës dhe për të mos lënë asnjë talent të pavlerësuar. Përfaqësues të ambasadës së Zvicrës dhe UNDP-s theksuan rëndësinë e përfshirjes së sektorit privat dhe harmonizimit me praktikat e Bashkimit Evropian. Udhërrëfyesi synon të lidhë më ngushtë zhvillimin e aftësive dhe kërkesat e tregut të punës.